Isa a.s. qysh e ka një fillim të diskutueshëm, e ka edhe një fund të këtillë. Pra, mënyra se si ka lind, edhe mënyra se si është larguar prej kësaj bote, është debatuese. Gjithë kanë mendimet e tyre, ne nga perspektiva kuranore dhe profetike e kemi konceptin tonë. A është vra Isa a.s. A është kryqëzuar Isa a.s. A është varrosur pasaj është hapur varri dhe është ngritur në qiell? Natyrisht se jo. Që gjitha këto nuk janë vërteta për faktin se një pretendim të këtill Allahu te bareke ve taala e ka quajtur mëkat i cili tërheq pas vete mallkimin e Zotit. Ata që thonë se është vra, ata që thonë se ka vdek, le ta dinë se kanë mallkimin Allahu xhallahu ala, nga se kanë thonë diçka që Allahu nuk e ka thonë, diçka që nuk ka ndodhur. Ka thonë Allahu: "Wa bi kufrihim wa qawlihim ala Maryam buhtanan aziman wa qawlihim inna qatalna al-Masih." Për shkak se kanë mohu Zotin, kanë shpif për Merjemen, edhe kanë thënë se kanë vrarë Isain alayhis salam, Allahu i ka mallku. Për këtë fjalë, Allahu i ka mallku. Dhe kjo nënkupton se nuk është e vërtetë. Pra, ai pretendimi se është vrarë, ai pretendimi se është kryqëzuar, nuk është i vërtetë. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu. As se kanë vrarë, as nuk e kanë kryqëzuar, atyre i është duk që e kanë bërë një gjatë.